Jemi rikthyer në studio, jemi në pjesën e fundit të Vila 24, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në News 24 për të bërë një bisedë nga ato të bukurat e të shtruarat që libri ta sjell, sepse mjafton të kesh një libër në dorë, të kesh një titull të mirë dhe të duket sikur jeta stopon aty dhe fillon një jetë e dikujt tjetër, fillon një histori, fillon një ngjarje, fillon një rrëfim. Në fakt jemi në ditët e bukura të panajirit të librit. Ajsa të bukura që dhe pak të çorientuara, për shtëpit botuese po dhe për autorët, po kam përshtypjen edhe për lexuesin, sepse e di që kur të mbarojë edhe ky panajir do kemi ato fotot dhe videot e rrëmujrave nëpër stenda, gjë që na vë në pikpyetje në fakt nëse kemi një përballje të vërtet, të qetë, siç unë thash, që libri duhet të ta ofrojë të lexuesit me botimet, apo kemi një trend, kemi foto, kemi rrjete sociale, kemi autor që promovohen për komerç dhe kemi libra shumë të mirë që mbeten në hije pikërisht sepse ky komerç i duam apo s'duam, mbi zotëron shumë shpesh në kohët të cilat jetojmë. Do mundohemi të flasim pak nga të gjitha, duke propozuar gjithashtu edhe disa prej titujve që duhet t'i lexoni. Dhe këto propozime vinë nga Loreta Berhami, botuese e Pegit. Kënaqësi të kem në studio. Shumë faleminderit për ftesën, për mikpritjen, për fjalët. Faleminderit. Kënaqësi gjithmonë të kem në studio, sepse e di që ndër të tjera e folëm gjatë reklamave. Në rastin konkret, libri nuk është komerc, është një titull i mirë, është një autor i mirë. Është një punë e menduar shumë gjatë, shumë shpesh tituj të paktën. Të them një detaj të vogël në rastin e Bjondes. Bjonde është aq voluminoz, sa që kur e pash, i thash të seriozisht, do ketë lexues, do ta marrë në duar kur e shes se sa voluminoz është, dhe më the që kjo është sfida, sa lexues ishin mjaftueshëm. Tash po e blen 200-300 veta jam e kënaqur dhe aq. Po, sepse ka ca libra që i botoj shpesh, libra që për të cilët jam e ndërgjegjshme që nuk janë libra që do gjejnë lexuesin kollaj në këtë situatën shqiptare, në këtë tregun shqiptar ku shumë njerëz kanë hikur, jemi popull i vogël, ishim popull i vogël edhe para 20 apo 30 viteve, tani jemi fatkeqësisht popull edhe më i vogël që jeton këtu, pra autoktonët që kanë mbetur, ata që kanë emigruar kanë luksin shpeshherë edhe nevojën të lexojnë në gjuhë tuaj, kështu që çfarë kuptimi ka që të vinë këtu dhe të blejnë libra. Dhe normalisht është bërë një treg i vështirë, lexuesi është mpakur. Dhe megjithatë, ka raste që unë dua të botoj gjëra vetëm sepse më duken shumë të bukura. Edhe e kam edhe për krenari të them që po, këtë libër e kam sjell unë shqip, edhe të bisedoj dhe të flas dhe të bëj edhe debate me dashamirës, me lexuesit në panajir. Kështu që Bjonde është një nga këta. Jam menduar goxha pikërisht sepse ishte shumë voluminoz. E kam lexuar gjatë pandemisë vetë. Edhe e lexova për një javë, lexova shumë shpejt. Po sepse më përthithi dhe fakti që nuk është një histori që ne nuk e njohim, sepse është jeta e romanizuar e Marilyn Monroe dhe në vijat përgjithshme, kush më shumë e kush më pak, disa anekdota, disa gjëra, si lindi, si vdiq të paktën dhe pse u bë e famshme, të duket sikur e njeh si personazh dhe nuk ka kurreshtjen për ta. Dhe mirë, po Joyce Carol Oates, kjo shkrimtare amerikane bashkëkohore është dikush që unë kam lexuar, vazhdoj ta lexoj, e ndjek shumë, e kam shumë qejf si shkrimtare. Është një shkrimtare shpesh e rëndë, përmendet her pas here për si fituese e Nobelit e tjerë dhe edhe për qefin tim personal, pra në leximet e mia të kohës së lirë, të themi, e ndjek. Dhe kjo është një nga veprat e saj kryesore, pra nëse do shkosh dhe do shohësh faqen e Wikipedias të Joyce Carol Oates, kjo është vepra e dytë apo e tretë që përmendet, edhe për kuriozitet e mora, dhe më mbajti atë javë dhe njoha një tjetër Marilyn, njoha këtë Norma Jeanin, aq të ëmbël, aq të plagosur, aq inteligjente, me një intuit jashtëzakonshme, me një talent që unë nuk e prisja, nuk e mendoja, pikërisht sepse imazhi Marilynit i kësaj Bjondes. Mendje lehtë, një çik budallaç, kështu Doja të pyesja, do na bien stereotipet e Bjondeve pasi të lexojmë librin? Me siguri t'i vën shumë në dyshim. Dhe sheh thellësinë që ke mbas personazhit dhe aq shumë u dashurova me atë personazh dhe aq shumë më erdhi edhe gjynah për atë, saqë kalova, domethënë, gjithë pjesën ato 6 ditë duke shpresuar që Norma Jean, që është emri origjinal i Marilyn Monroe, Norma Jean do arrinte ta shpëtonte veten e saj, që i kishte kapacitete dhe e kuptonte se çfarë po ndodhte me të.
Dhe është gjë që më mbajti varur dhe thash po e lexoj këtë libër, thua se nuk e di se si mbaron. Kështu që më mbeti për një kohë të gjatë kjo shije në trup edhe në mendje dhe isha gjithmonë e stepur se mendoja, kush do ta përkthej, kush do ta blej, kush do ta lexoj, pastaj thash diçar ka ca gjëra që kur e ndjej që duhet të vinë shqip, duhet vinë shqip, kështu që vendosa sidoqoftë ta botoj dhe pastaj pati një peripeci me përkthimin, siç e prisja, kështu që u vonua edhe 2 vite më shumë, por më në fund vjen edhe shpresoj që për ata lexues që duan të lexojnë letërsi të mirë, që është vërtet letërsi të mirë. Joyce Carol Oates është një lëvruese e gjuhës e jashtëzakonshme. Duan të lexojnë letërsi të mirë dhe duan mbi të gjitha të përballen me disa tema që janë jashtëzakonisht aktuale, që çfarë sakrificash do bëje për famën, çfarë fshihet mbas imazhit publik. Mund të jetë imazh publik që ta kanë veshur sipër, siç ndodhi në rastin e Merlinit, apo mund të jetë imazh publik që ti po përpiqesh të ndërtosh për veten tënde. Dhe sot me rrjetet sociale dhe me Instagramin të tërë përpiqemi të ndërtojmë një imazh publik, kush më shumë e kush më pak. Është e vërtet, po. Pra, çfarë sakrificash je i gatshëm të bësh? Dhe nga ana tjetër, sa i ndërgjegjshëm je për sakrificat që ke bërë, sepse e humbasim veten mbas imazhit publik që ndërtojmë, e harrojmë veten dhe kur e harrojmë dhe kur e humbasim veten, jemi duke shkatruar praktikisht autenticitetin ton, pjesën ton më të vërtetë. Që në momentin që atë po mendoja, ke një emër të dytë për hir të një arti, ti e ke hequr veten, e ke vënë përballë. Energji, kohë mund për ta ndërtuar atë gjën dhe nuk ke kohë të merresh me thellësinë tënde, me autenticitetin tënd, me të vërtetën tënde, sepse po rrit diçka tjetër, një personazh tjetër. Për mua Merlini u sakrifikua, Norma Jean u sakrifikua për Merlinin. Gjatë gjithë librit ne dëgjojmë dhe lexojmë mendimet e Norma Jeanit dhe se sa e vuan tek këtë personazhin tjetër dhe se sa në një pikë e urrente dhe e përçmonte Bjonden, dhe se sa shumë kjo Bjonde ja kondicionoi dhe ja shkatroi jetën. Pastaj unë doja lë lexuesit gjykimin nëse ja vleti apo nuk ja vleti Baraqiran, nëse ishte e ndërgjegjshme për sakrificat që bëri apo jo, pra ka pyetje aty, ka pafundësisht pyetje për tash edhe për përditshmërinë tonë, nuk është thjesht voajerizmi i personazhit, nuk është një libër voajerist vetëm kështu, po është një libër që ngret ca pyetje filozofike të mëdha. Kështu që për të kthyer ke pasioni Bjonde është një nga ato libra që e kam botuar për këtë lloj pasioni. Edhe Skenar Brillante kam gjithashtu shumë qef. Është një zgjedhje e cila mendoj që vërtet që mund të shes dhe mund të lexohet në mënyrë më masive, sepse është një komedi romantike. Dhe unë përpiqem gjithmonë të gjej komedi romantike që të kenë një farë thellësie, të mos jenë thjesht dy personazhe çifti tipik i ndar për një keq kuptim dhe që në fund ata dy bashkohen. Kam botuar dhe libra të tillë për treg. Dhe ka nesur që është e vërteta. Por vërtet zemra më rreh ke historitë më komplekse, më të vërteta, ku personazhet mund të identifikohemi me personazhet. Personazhet na ngjajnë sikur i kemi takuar diku në jetën tonë. Dhe ke Skenar Brillant, ky personazh kryesor është djalë dhe është një gjë që më ka pëlqyer sepse është komedi romantike e rrëfyer nga një djalë, që është shumë të rrallë. Ja, është gjë e rrallë. Dhe Andy është një stand-up comedian, është një humorist, nga këta që nuk punojnë me skenar, që punojnë në mënyrë spontane. Po është deri diku jo shumë i suksesshëm dhe papritur pa kujtuar e ndan e dashura e 3 viteve, 10 muajve dhe 29 ditëve dhe ai ka numëruar. Pra i duket sikur të paktën e vetmja gjë që shkon mirë në jetën e tij është kjo lidhje e dashurisë, kthehen nga një udhtim romantik në Paris dhe ajo papritur pa kujtuar i thotë, "Di si është puna, unë mendoj që s'duhet vazhdojmë më." Dhe ai mbetet i shokuar, i obsesionuar nga kjo lidhje që ishte themeli i jetës së tij 30 vjeçare në Londër. Përpiqet ta rigjej, përpiqet të kuptoj pse ndodhi, vërtet fiksohet. Fillon deri diku e hegemon në rrjetet sociale, hegemon në jetën e përditshme në fizicitet dhe në këtë kërkim të pseve, në të vërtet fillon të kuptoj dhe veten, fillon të kuptoj që jo gjithçka ishte ashtu siç e shihte ai. Ka gjëra që ai duhet zbuloj për veten e tij, për çdo të thotë të jesh bësh karrierë aty ku do të bëj, çfarë i mungon, çfarë ka. Dhe
shfaqet në mënyrë shumë të këndshme bashkëbisedimi që ka me shokët dhe sidomos për mua si lexuese femër të shiha këtë botën mashkullore që përballej me dilemat e dashurisë, tek e cila nuk kam parë kur, unë të paktën nuk kisha lexuar, edhe në jetë nuk e kam përjetuar se çfarë thon çunat midis tyre kur ndodh një ndarje, si e ngushëllojnë njëri tjetrin, ç'analize bëjnë, janë thellë, s'janë thellë. Shfaqen këto skena që janë shumë argëtuese dhe Endi vet i gjykon, se thot ne, tash po e perifrazoj, po se nuk më vijnë fjalët tamam, po metafora ishte shumë e bukur, krahasimi ishte shumë e bukur, thot ne kur flasim me njëri tjetrin ngjajmë si një muzikë monotone, sikur një fyell i vetëm i mërzitshëm, ndërsa gratë kur bisedojnë midis tyre për lidhje dashurore ngjajnë si një orkestër. Sepse flasin me shumë nën tone, me shumë nën kuptime, me shumë ndjenjë dhe thellësi. Ndërsa për çunat ishte apo vuan, a nuk po vuan, pi një gotë birrë. Kjo është zgjedhja. Nuk e di se sa e vërtet është. A është ky një stereotipizim? Por unë kur e lexova dhe kjo është aftësia e Dolly Alderton, që mendoj që është një shkrimtare shumë e mirë. Kjo është aftësia, t'japi thellësi dhe t'japi autenticitet personazheve, edhe kur të rrëfyer kështu siç po ta rrëfej unë ngjajnë si stereotipe. Në të vërtetë, jo. Dhe pastaj genialiteti i librit është që diku nga fundi na shfaqet pikpamja femërore, ndryshon rrëfimtari, hyn në skenë personazhi që deri tani vetëm e kemi të rrëfyer, por nuk ka folur, që është Ishe dashura, dhe ajo tregon historinë edhe një herë nga e para nga pikpamja e saj. Dhe aty surprizohemi. Që ka pak e bukur. Ka pak një histori rrëfimtari jo shumë të besueshëm, të themi në roman, që unë sa herë që kam rastisur në kështu librash i kam përpyer dhe i kam botuar në përgjithësi sepse më kanë tërhequr shumë. Shumë interesant. Kemi edhe një botim në fëmijësh? Po. Një. Po, kemi disa, po këtu është kampionët e futbollit. Këtu kemi vetëm kampionët e futbollit, e sotëm të futbollit. Kam një pyetje. Po. A është një lloj, domethënë, ka një lloj stepjeje nga botuesit kur do të sjellin për lexuesin e vogël tituj të rinj? Se më duket se kur vitet e fundit janë tërhequr pak dhe shoh shumë pak botime të Okej, e di që ju keni ato koleksionet tuaja që nuk kanë humbur nga viti në vit dhe vazhdojnë edhe risillen me shumë kuriozitet. Por sërish, nëse do ta krahasonim me pjesën tjetër të botimeve për të rritur, vazhdojnë dhe mbeten në miniatur titujt e fëmijëve. Nuk e dia do thoja që mbeten në miniatur, unë mendoj që ka sjellje, ka prurje, është e vështirë të flasësh për librat për fëmijë, sepse hapësirat mediatike janë ato që janë dhe nuk ndiqen tipikisht nga fëmijët, nuk e di nga sa fëmijë ndiqen, kështu që si thua mbien më në heshtje, kuptojnë më pak. Kjo është ama dhe fakti që botimet për fëmijë, për vetë faktin që janë shtyp me 4 ngjyra. Çfarë bën? Është një teknikalitet, por kanë kosto më të mëdha. Dhe e shoh dhe këtë e them me trishtim që prindrit stepen ke çmimi i librave për fëmijë, megjithëse tipikisht një libër për fëmijë kushton më lirë se sa një libër për të rritur. Pra, nëse një roman tashmë tipik, nuk e di, kushton 1200 lek, 1500 lek, 1000 lek të reja po flasë. Një libër për fëmijë kushton gjithmonë më pak se 1000 lek, po thuaj se gjithmonë më pak se 1000 lek. Prapa ta stepin sepse e shohin nga faqet. Pse është ka që pse kushton kaq. Dhe kthehemi ke fakti që një libër për fëmijë ka shumë më shumë punë aty brenda, sepse vetëm një fjali e shkruar për një fëmijë duhet të jetë disa herë më e përpunuar dhe më e menduar se sa një fjali e shkruar për një të rritur. Ka shumë më shumë profesionalizëm nga mbrapa dhe shumë më shumë vështirësi dhe duket si banalitet, por jo. Dhe kjo gjë, pra, duke qenë se kostot rriten dhe e prodhimit të një produkti të tillë, të një libri të tillë, dhe ulen fitimet, bëhet një treg më i vështirë. Patjetër. Ndërkohë nga eksperienca, në fakt, fëmijët, nëse do shihnin një botim në këtë volum, do të trembeshin. Jam e sigurt që i duan kështu. Dhe nuk ka, dhe në përbot nuk ka, nuk jemi vetëm ne. Sigurisht, sa e marrin në duar, është nuk të e mbaroj për 3 ditë. Dhe e quajnë krenari që e Po flasim për moshat më të vogla, po flasim për moshat 8, 9, 10, absolutisht që janë kështu. Patjetër, se dhe ritmi dhe shpejtësia dhe përqendrimi tek fëmijët nuk është njësoj si e jona. Ne mund të mbredhin me vështirësi me librin në duar. Duan ngjyra, do të thënë 6-7 vjeçarët, një libër për 6-7 vjeçar pa ilustrime është
i pa lexueshëm, nuk do i tërheqi vëmendjen e tyre. Edhe kjo ka qenë, mendoj, një nga arsyet. Po neve si vjet, përveç kampionet e sotëm të futbollit që në të vërtet vendosa ta botoj sepse i mbir, që është lexues shumë i mirë dhe që është i fiksuar me futbollin, ka shumë libra të tillë. Dhe i lexon me një pasion të jashtëzakonshëm dhe di të gjitha për, nuk e di unë, lloj futbollistësh edhe të para 50 viteve, para ca vitesh më përmendi Dino Zofin. Unë që jam zero në futboll e mbaja mend kështu këve një emër i dikurshëm i fëmirisë time kur e përmendin çunat dhe ngela dhe thash po ti nga e kam lexuar në një libër, më tha mua dhe më nxori një gjë të trash kështu me shumë faqe, ai ishte tamam si tip enciklopedia dhe thash, okay, me që ti mbiri që është lexues i mirë dhe që i pëlqen futbolli, me sa duket këto dy dashuri janë bashkuar, ndoshta duhet gjej edhe unë diçka që i bashkon këto dashuri për lexuesin shqiptar, për lexuesit e vegjël shqiptar. Edhe e vërteta është që ka domethënë dje që një nga librat më të shitur në stendën tonë. Interesante. Kështu që më surprizoi shumë pozitiv. Fjala futboll të paktën pjesën maskullore të djemve do ta tërheq. Mjafton që të lexojnë diçka, është gjë e mirë që të lexojnë diçka. Se çunat për më tepër është shumë e vështirë që ti tërheqësh që ta duan, ta dashurojnë leximin. Kam një pyetje marrëspunto nga fillimi i bisedës son, kur folëm për librat në gjuhë të huaj, që shumë edhe lexues shqiptar kanë filluar ti preferojnë, dhe tek fëmijët gjithashtu evidentohet një fenomen i tillë që zgjedhin libra në gjuhë të huaj. Shumë e vërtet. Kjo e ka bërë pak tregun e përkthimeve më të vështirë, sepse pra ti përpiqesh të sjellësh botimin në fundit, të sjellësh një bestseller në shqip. Dhe më thonë e kemi lexuar në anglisht. E kemi lexuar në anglisht. Okej. Më ka ndodhur disa herë. Dhe ndodh gjithmonë më shumë. Në panajirin e Prishtinës ishte e frikshme. Jashtëzakonisht shumë. 30-40% e popullsisë. E njerëzve që vinin në popullsisë. Unë them me popullsisë, njerëzve që kam takuar unë aty, pra ishte një farë statistike nëse mund ta them kështu. Është gjë e mirë për ata që lexojnë anglisht absolutisht, sepse tashmë anglishtja është bërë kthyer në gjuhë universale. Nuk e di për sa kohë akoma do jetë gjuhë universale, ndoshta mas 20 vitesh do kemi kinezëshën, po për momentin anglishtja është mjet pune i domosdoshëm dhe na bën qytetar ndërkombëtar, kështu që nuk mund të them që jo, mos e bëni nga njëra anë. Nga ana tjetër, për prindrit do thoja, dhe do e jepja këtë si sugjerim. Dhe unë jetoj jashtetit, fëmijët e mi jetojnë jashtetit dhe prap e bëj edhe vetë. Nuk është gabim të kultivosh gjuhën amtare. Sepse gjuha amtare, duam s'duam ne, është gjuha e parë që në cilën fëmijët kanë përjetuar emocione, është gjuha në cilën me gjasa do kenë kur të plaken, në atë gjuhë do kenë mundësin të artikulojnë emocionet e tyre dhe ndjenjat e tyre, kështu që për te i patriotizmit, që këtu mund të flasë pa fund për çfarë do të thotë t'jesh shqiptar dhe pse gjuha shqipe është e rëndësishme, për te i patriotizmit ka vërtet të bëj me stabilitetin emocional. Dhe unë mendoj, një gjuhë amtare e pa lëvruar mjaftueshëm do t'i bëj njerëzit më të paaft për t'u shprehur, më të paaft për të artikuluar mendimin. Nuk mjafton vetëm gjuha e huaj. Gjuha e huaj është rëndësishme, është mjet pune, është mjet mbijetese. Por na duhet edhe pjesa shpirtërore, na duhet edhe nostalgjia dhe familja, dhe malli dhe kujtimet, dhe nëse këtë nuk e ruajmë, dhe fatkeqësisht ne kemi një gjuhë që vetëm ne e flasim në botë. Ne kemi të bukur. Dhe kemi të bukur, të pasur. Kështu që do i inkurajoja vërtet prindit që të mos ta lënë snobizmin, se është gati një farë snobizmi. Da e bëra si pyetje, sepse e di që shumë shpesh të fitoj mbi deri diku mbi një nevojë shpirtërore, mendoj unë, që kanë fëmijët dhe shqiptarët në përgjithësi. Jemi në minutat e fundit, kështu që sigurisht që një gjejmë në Panajir, edhe shumë botime të tjera, edhe shumë shtëpi të tjera, edhe shumë autorë të tjerë, patjetër, le të mos bëjmë diferencime. Panajiri është aty, është mikpritës gjithmonë edhe i dashur për lexuesin. Mirash në studio. Shumë faleminderit. Të të kisha këtu, të uroj ditë të mbarë, di që do ikësh me vrap, kështu që s'do të mbajmë. Faleminderit Loret, ishte kënaqësi. Më gjeni në Panajir. Ndahemi, vila ishte kjo, nesër në orën 9 unë ju pres përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, kalofshi një ditë sa më të bukur, i takohemi nesër.